Babi dhe mami, herojnë kemi të përjeqëm. Një herë një kohë, djali I vogël Ledi dhe dy prindrit e tij jetonin në një shtëpi të thjeshtë, por plot ngrohtësi dhe dashuri. Babi zgjoi herët në mëngjes, përballonte lodhen pa u ankuar dhe gjithmonë gjente forcë të ishte pranë tyre. Mami ishte zemra e shtëpisë, e butë dhe e duruar, e pranishme gjithmonë. Ledi I shikonte të dy çdo ditë. Nga babi mësoi çfarë do thot përgjegjësi dhe nga mami mësoi se çfarë do thot dashuri pa kushte. Ledi, bashkë me mamin, vendosën që të bëjnë diçka ndryshe për ditëlindjen e babit. Ato I përgatitën një surprizë në fshehtësi. Në mbrëmje, kur babi hyri në shtëpi, dritat u fikën dhe ndezën qirinjt. Ledi u afrua dhe I tha me zë të butë: "Gëzuar ditëlindjen, babi." Babi buzëqeshi. Në atë moment, Ledi e kuptoi se dhurata më e madhe nuk ishte torta, por dashuria që ndanin si familje. Dhe kështu, në atë shtëpi të vogël, u festua jo vetëm ditëlindja e një babai, por dashuria e përjetshme e një familje.